miq, prej orës 10 të paraditës së sotme në gjykatën kushtetuese ende po vijon betejë ligjore e kryetarit të shkarkuar të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për mandatin e tij. Në këtë betejë është përballë qeverisë dhe presidencës, por për të folur më shumë për atë që ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë, kemi të ftuar avokatin, gjyqtarin zotin Shkëlqim Mustafa. Zoti Mustafa, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Një betejë teknike, por si t'ja përkthejmë më qartë qytetarëve për atë që kërkon Erion Veliaj edhe sa e mundur do të jetë. Në gjykimin tuaj, a qëndron thelbi pra ai asaj që kërkon qeveria dhe presidenca që e trajton kryetarin e Bashkisë së Tiranës si një punonjës të thjeshtë që duhet i drejtohet për shkarkimin gjykatës administrative dhe jo asaj kushtetuese? Atëherë, fillimisht dua t'ju garantoj për një gjë që gjithë mendimi im, biseda jon do jetë tërësisht teknike dhe si Këshillin e Ministrave, qeverinë apo presidencën do t'i trajtojmë si subjekte procedurale të gjykatës kushtetuese të vëretarisë konkrete. Të them drejtën, nëpër media pak e kam ndjekur debatin politik në të rast, dhe nuk ka pas një debat shumë politik, se dominancë ka qenë debati juridik. Që kur ka filluar procedura e shkarkimit të kryetarit Bashkisë Tiranës, edhe për faktin se, dhe mendoj kjo është më e rëndësishmja, që nuk ka praktik të rastit konkret të gjykatës kushtetuese një procedurë për shkarkimin e kryetarit të njësisë vendore të bashkisë, sepse tani kemi vetëm bashki në Shqipëri, për shkak të mungesës në ushtrimin e detyrës për një periudhë 3 mujore. Është e vërtet që kemi një rast i cili ka shkuar në gjykatën kushtetuese, që është kryetari i Bashkisë së Vallëdejës, por në këtë rast gjykata kushtetuese ka qenë një rast, ka patur shkak tjetër dhe procedurë tjetër. Nuk ngjan procedura dhe shkaku i shkarkimit të zotit Hila, mos u gabofsha. Po, ai është dhe Hila. Po, kryetarin e Bashkisë së Tiranës. Te rasti konkret i kryetarit Bashkisë së Vallëdejës, mos u gabofsha, është trajtuar procesi i rregullt ligjor në kuptimin e dhënies akses të subjektit të shkarkuar në procedurat e vendimarrjes, trajtimin e emergjencës, nëse duheshin trajtuar, duhej dhënë ky akses subjektit që do shkarkohej apo jo, dhe përcipas gjykata kushtetuese ka dhënë një ide që rasti i ndjekjes penale tek zoti Hila nuk mund të jetë si një lloj imuniteti ndaj një procesi penal apo ekzistenca e kryetarit të bashkisë nuk përbën një lloj imuniteti në ndjekjen penale, gjë e cila s'është diskutim as sot, por nuk është ajo ndjekja penale që mund të e ka trajtuar shumë përciptas, pra nëse ndjekja penale përbën pengesë ligjore apo jo, por mendimi im është që precedenti po e vë emrin precedenti Hila nuk vlen shumë për mendimin tim në si referencë për rastin konkret. Për mua jemi në një procedurë apo një praktik totalisht të varfërt, praktik e re, dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, kushdo që të jetë, normalisht do krijoj një shtrat me shumë element që mungojnë sot. Pra do vendos precedent. Po një precedent me shumë element, jo vetëm për një gjë konkrete. Do vendos praktikën ligjore që nëse kjo mungesa 3 mujore a lejohet i hyhet analizës, është pengim, është për shkaqe ligjore, është për vullnet, pra është penguar me vullnet pa vullnetin e personit, sa ndikon ndjekja penale ose masa e arrestit që mund saktohet nga organet gjyqësore, sa mund të ndikojë, si mund të interpretohet kjo në lidhje me mungesën në ushtrimin e detyrës. Dhe pjesa tjetër e debatit kryesor është
nëse mungon 3 muaj dhe shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, a është akt që i drejtohet gjykatës kushtetuese apo është në jurisdiksionin e gjykatës administrative. Kjo mund haj debat në shumë jurist, por besoj që zgjidhjen do ta marrë me këtë vendimarrje të gjykatës kushtetuese. Unë të them drejtën për shkak të kërkesës time sot nuk e kam ndjekur debatin që zhvillohet në seancë, që zhvillohet dhe aktualisht, por gjykata kushtetuese në kuptimin e mirë fjalës nuk ka nga shkon pa i dhënë zgjidhje këtyre problemeve. Është ajo kompetente dhe e dyta si trajtohet kjo, pra do të hyjë dhe nga ana materiale pretendimeve të kërkuesit për shkaqet për të cilat ai mungon 3 muaj. Unë nuk jam njohur. Edhe zoti Veliaj që mua shtetin ka çuar në Durrës, këtej shtetin kërkon në bashki. Ka një gjë. Procedimi penal ka rregulla strikte të normuara nga kushtetuta dhe ligji procedural penal që është ligji cilësuar. Që pas kushtetutës, ligji më i rëndësishëm në një shtet është Kodi i Procedurës Penale dhe pas tij vjen Kodi i Procedurës Civile, se garanton pronën, aktivitetin ekonomik dhe liritë e drejtave të njeriut, kodi tjetër. E parë në kuptimin e një procesi penal, regjimi juridik i Shqipërisë, legjislacioni jon, i ka të ndara rastet kush ka imunitet dhe si me hiqet imuniteti për të vendosur në mas sigurimi një funksionar i shtetit dhe kush nuk është e nevojshme kjo gjë. Kryetari i Bashkisë Tiranës sigurisht që është kryetari i një bashkisë më të madhe në Shqipëri. Dhe në disa trajtime tjera të ruajtjes fizike apo gjëra tjera, ky trajtohet pothuajse si një qeveritar. Por legjislacioni, ligjvënësi nuk e ka parë të arsyeshme ta pajisi, ta garantoj në një lloj imuniteti si deputeti, si ministri, sepse ka menduar që logjika e ligjvënësit po them që një person që është kryetari i një bashkie duhet të jetë përpall ndjekjes penale që një qytetar i zakonshëm dhe janë organe gjyqësore ato që e vlerësojnë nevojën e masës së arrestit në rastin konkret, një lloj si një qytetar i zakonshëm i Republikës. Në fakt, kjo gjë, ligji teorikisht e trajton kështu siç e parashkrova unë. Por ligji ka dhe një logjik tjetër brenda, që kur caktohet një masë sigurimi, merr në analizë shumë komponent. Rrezikshmëria e personit, puna që kryen, të gjitha këto, pra rrethanat lehtësuese rënduese që nuk shkojnë shumë në këtë rast, por normalisht edhe gjykata e kupton që po cakton një masë sigurimi kryetarin e bashkisë më të madhe të Republikës. Dhe brenda vetes, ajo e percepton dhe llogarit dhe analizon edhe faktin që bashkia më e madhe nuk do ketë një kryetar të zgjedhur me vota. Ligji organik i ka përcaktuar si zëvendësohet drejtimi i bashkisë, por në aspektin kushtetues, ligjor të garancive ligjore, nuk kemi asnjë lloj kufizimi që gjykata të vendosë masën e sigurimit arrest me burg, siç është rasti konkret. Dhe, më fal, edhe një fjali, në këtë pikë do jetë vendimi, besoj do jetë ezaurues vendimi i gjykatës kushtetuese, kur do ta trajtoj këtë raportin midis ndjekjes penale dhe ushtrimit të një detyre të qeverisjes vendore me të zgjedhur me vota në aspektin e shkakut të shkarkimit të kryetarit të bashkisë për mungesën për më shumë se 3 muaj në detyrë.
Një tjetër pikë e debatit sot ka qenë edhe delegimi i kompetencave për sa kohë, pra mund ndodh që siç ishte rasti, siç është i zotit Velia, që mundet që të qeverisë nëpërmjet të komanduarës, zonjës Tristani, që është bashkia, dhe ai ka marrë shembullin e zotit Rexhi Beraj në Tropoj, që për 10 muaj qëndroi në arrest shtëpie, edhe bashkia u drejtua duke deleguar ai kompetencat pra nga arresti, masa arrestit ku ishte. Qëndron kjo, sepse ai foli për dy standarde këtu. Nuk janë ndjeni si ka funksionuar bashkia e Tropojës, por the ka zgjidhur ligji që është akoma detyrë, ai Tropojës është detyrë pavarësisht nuk ka filluar procedura e shkarkimit, kështu e ka parë të arsyeshme subjektet që kanë iniciativën në Këshilli Bashkiak apo kryeministri, që pra Këshilli Bashkiak t'i bëjë propozimin për të shkak. Ligji këtu nuk krijon ndonjë vakum, sepse presupozohet që mungesa e kryetarit të bashkisë duhet të jetë më një periudhë relativisht të përkohshme, nuk mund të jetë për një periudhë më shumë se të jetë gati 60% mandatit. Dhe këtu zëvendësohet me një nënkryetar. Pra, logjika ligjore është e tillë që sepse ligji, kur ndërtohet një ligj, mendohet në situata normale, pra si funksionon në situatë normale, dhe ato situatat e tjera të veçanta, ligji mundohet t'i aludojë që po ndodhe kjo situatë, do krijohet kjo zgjidhje, dhe është e pamundur që ligji që në fillim e tij t'i zgjidh të tëra situata që mund krijohen, se ka nga më të çuditshme situata. Për shembull, mund të jetë rrëmbyer kryetari i bashkisë. E mori edhe ai shembull sot. Nuk e kam ndjekur. Mund të jetë sëmurur në një sëmundje dhe është deklaruar ka humbur. S'është rrëmbyer, është sëmurur diku dhe rikthehet mbas 5 muajsh. Ndërkohë që për 3 muaj i ta shkarkojmë. Ai nuk ketë ikur, mund të jetë ishte shkarkuar dhe gjëra të kësaj natyre. Mund të jetë ezauruar procedura. Debati është mirëfilli kushtetues edhe në prizmin e garancive që i jepet pushtetit vendor, por kemi një analizë shumë fine që duhet të bëj sot gjykata kushtetuese midis interesit publik për ndjekjen penale, caktimin e mas sigurimit ndaj një personi që ka kryer një vepër penale apo disa vepra penale, në raport me ushtrimin e tij detyrës si një detyrë të zgjedhur me vota nga populli, po themi, me mandat të marrë me vota. Në këtë prizëm, thash që jemi totalisht të varfër nga procedura, nga praktika dhe sigurisht vendimi i sotshëm them se do jetë ezaurues dhe do zgjidh shumë debate dhe pikpyetje që ka kjo procedurë. Për ta mbyllur, kur ju thoni që do jetë ezauruese, do jetë një kur themeli edhe për pushtetin vendor, për autonominë, edhe për çfarë keni parasysh, nëse mund lejoni, mendoni që do shkojnë në favor të zotit Veliaj, pra e gjithë kjo? Shiko, jo për kështu unë përgjithsisht jam i drejt për drejt, por realisht rasti konkret ka specifika të tilla që është pak e vështirë ta parashikosh si do jetë vendimi. Mendimi im personal në aspektin teorik është kjo. Në vërtet ligji parashikon neni 62 i ligjit qeverisjes vendore që kur shkel ligjin, kur nuk paraqitet në detyrë, kur vdes, jep dorëheqjen. Kushtetuta bën një përshkrim përgjithshëm që në rastet kur për shkelje të rënda të ligjit shkarkohet nga kryeministri. Tani, në rastin konkret, debati është i natyrës tillë që përderisa së shkarkuar për shkelje të rënda ligjore, nuk është në jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese. Ana tjetër e mendimit tim, e këtij debati është kjo, që unë i ngjaj më shumë të kësaj pjesës tjetër, përkrah më shumë të mendimin e parë, jo këtë të dytin që do them tani.
edhe më duket se këtë të paktën në media ky është dhe qëndrimi i Këshillit Ministrave dhe i presidentit që tha unë presidenca më duket ka mbajtur qëndrimin që dekretova datën e zgjedhjeve se s'ka ankim gjykatën administrative. Po, kjo është linja. Dhe atëherë kushtetuta ka parashikuar në rastin kur kemi përshkelje të rënda ligjore. E ka dhe ligji i pushtetit vendor, por ato rastet e tjera nuk ka një ndarje kaq të fortë sa të thuash që kur shkarkohesh për to shkaqe ti shkon në gjykatën administrative, sepse në aspektin kushtetues je duke ndërhyrë në qeverisjen vendore dhe mendimi im është që në çdo rast për efekt të sigurisë juridike dhe të rendit kushtetues apo të garancive të pushtetit vendor, unë them që në tëra rastet duhet gjykohet nga gjykata kushtetuese. Specifika konkrete që ketë bësh me kryetarin e bashkisë, nëse do ishte logjika tjetër, mendimi im është që duhet të ishte shprehimisht e shprehur në ligj që kur mungon rastet e tjera përveç shkeljeve ligjore, i ta ankohet në gjykatën administrative. Unë nuk besoj që shkarkimi i kryetarit bashkisë është një moment normal dhe ligji e ka lënë në interpretimin e lirë që mund bëhet sipas kodit procedurave administrative si një akt i zakonshëm administrativ. Një nga kriteret e rendit tonë shoqëror është pavarësia dhe garancia e pushtetit vendor, e pushtetit të zgjedhur me votë që mund të ndodhë se në Shqipëri kështu bëhen diskutimet, kur s'është një forcë politike kundërshtare me kryeministin, që në këtë rast nuk është, por logjika ligjore shkrohet e tillë për të minimizuar këto abuzime. Dhe mendimi im është sa kohë që kushtetuta ka parashikuar ankimin në kushtetuese dhe shkarkimi një kryetarit bashkie nuk mund të lihet në këtë nivel interpretimi që mund ta çosh gjykata administrative ose jo, unë mendoj që prevalon dhe duhet të shqyrtohet vetëm gjykatë kushtetuese dhe jo në gjykatë administrative. Jam duke folur vetëm për një mendim juridik. Mundet që gjykata kushtetuese nesër të vendosi kur të shpall vendimin që mund të mos jetë sot nisur nga praktika. Po brenda 10 ditëve që është afati. Nuk ka shumë rëndësi për mua kjo gjë, por kur të jepet vendimi, mund të jetë ndryshe nga mendimi im dhe unë do njek jam praktik do quhet ajo që vendos gjykata kushtetuese dhe jo mendimi im sa do profesional që tjetë. Por në thelb, edhe për efekt të garancisë pavarësisë së pushtetit vendor, dhe nga fakti që në ligjin organik nuk është parashikuar shprehimisht që për kriteret e tjera ankimi bëhet gjykata administrative dhe duhej parashikuar dhe fakti që ç'bëhet me aktin e shkarkimit, sepse logjikisht pas shkarkimit është detyrimi ligjor për të deklaruar zgjedhjet e reja, se në rast se muajin e 4 pas paraqitjes i pushohet çështja e kryetarit bashkisë, hiqet masa e sigurimit, është i lirë dhe muajin e 7 apo të 11 pas largimit nga detyra, mbaron gjykimi në merr formë për vendimi i gjykatës administrative dhe ai duhet kthehet në detyrë. Si realizohet kjo gjë? Pra s'mund të lihej kështu, nëse do ligjvënësi do ta kishte parashikuar ankimin gjykata administrative, unë mendoj se do ishte parashikuar shprehimisht në ligj, duke e plotësuar dhe procedurën si veprohet, kur apezullohet apo jo akti administrativ me të cilin është vendosur shkarkimi i kryetarit bashkisë. Për këto arsye, mendoj që shkarkimi i kryetarit bashkisë kap jurisdiksionin kushtetues dhe sa kohë që ligji organik nuk ka të shprehur në mënyrë taksative. Ky është, siç u thash në fillim, një mendim tërësisht profesional, totalisht apolitik. Një gjë është e sigurt që betejë juridike do të vazhdojë dhe debati mes juristëve. Zoti Mustafa, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për këtë shpjegime ligjore për këtë çështje. Në dy juristë ka gjithmonë 3 mendime. Po. Që unë
po jam një nga ata mendime, po që është mendimi im personal dhe vetëm profesional. Unë të falenderoj shumë për mendimin, edhe që ndat me publikun tonë, të jam një njohur shumë për kohën dhe për analizën tuaj. Faleminderit edhe juve, kënaqësia ime.